intervistë ishte Vesa Luma, e cila interpretoi dy këngë. Sekretin që është e mundur që nuk dite kur me u plak, që është të ndodhë? Unë nuk po menoj që ashtu, po falë Zotit për teknologjinë që ka dalë së fundmi. Jo, thjesht e ku marrë jetën pak ma lehtëshëm, nuk po jap shumë zor, ndoshta ma kam mësu shumë edhe jetesa në një vend ku të gjithë njerëzit janë chill, janë qetë, janë pa strese, kështu që besoj që ajo është, nëse komplimentet e tua janë veç vërteta. Që shë gjete Prishtinën, e di që është vendi i zemrës tënde, po qka do ketë diçka interesante, ndoshta do kthehesh me stilin e njëjtë, të kom përcjell në Instagram ke paralajmëruar që Vera ka me kon shumë e nxehtë. A është e vërtet? Është shumë e vërtet, unë jo me fat që edhe koncertin që kam pas në shkurt, do ta bëj në të gjitha qytetet, Kosovë dhe Shqipëri, kështu që është një lloj rikthimi imi, pa jap shumë siklet prap. Kështu që po mundohem që të krijoj edhe një herë të rikonektohem me njerëzit, me publikun, edhe po shpresoj edhe po besoj që edhe publiku ka me pranu këtë pjesë, se normalisht... Si e gjete muzikën, tash ta hapim zemrën pak. Dëgjoj, unë respektoj shumë punën e gjithkujt. E di që kam punu pa fund këngëtarët, edhe nuk janë nol. Edhe di që investimi është shumë i madh, pavarësisht se mund të duket sikur ke dalë edhe veç ke këndu, po investimi është shumë i madh, edhe shpirtënor edhe financiar. Unë nuk kam qenë adhuruese e këngëve që të lancuara çdo 2 javë. Për një arsye të vetme të cilën e vërtetova edhe në koncertin tim recital, që mas një kohe kur do me realizu një koncert të andën, ki qef mi pas të paktën minimumi një 10 këngë tua, të cilat i din publiku përmensh edhe i këndon pavarësisht gjeneratës, pavarësisht kohës. Kështu që vetëm kjo është një diçka që unë nuk e bëj asnjëherë dhe nuk dija kisha ditë me e realizu, sepse unë kom qef që çdo këngë që realizoj me dhoni 100% edhe me majt publikun mend. E di që tash është ajo trend, nuk po i gjykoj kërkon se është trend, por që kjo është çajo që gjeta. Albëria si albërie, duket se vitet janë dalur për të. Shikoni sa në formë duket, asaj nuk i mungon energjia edhe për të dhënë një prononcim për kamerën në zonë. Shështë e mundur me do kaq ëlla dhe mos me ndryshu që sa vjetë kom pa hy. O, zot, faleminderit. Ja, kjo është, a di, nga njerë thënë feminizëm, po ja një fjale mirë ta bon qefin, edhe faleminderit. Në faktun qefin s'po ta bëj, është realitet në sytë e mi. Unë dua t'i përshëndes të gjithë adhurusit e Zoom. Unë ju kam ndjek her pasere dhe ju falenderoj për përkrahjen e suportin gjatë gjithë kohës. Çka po prat prej këtij koncerti sonte? Pse vendose pikërisht tani me shënu një rikthim në muzikën live dhe pse nuk të ka mungu disa performanca? T'jem sinqert, ka mungu në Prishtinë sidomos, duke qenë se jetoj larg, edhe detyrimisht je pak shkputesh nga një realitet. Po me shpirt, jo asnjëherë, si çdo artist më merr mendja, ashtu e jetojnë ata, emocionin edhe me shpirt e zemër jam këtu për ditë, se kam lënë Kosovën kurrë, po jeta, fëmijët më kanë largu një farforme. Ardha ime në këtë koncert madhështor, mund ta them, është iniciator është Jehona Sopi, që e kam mikisht vjetër, edhe po flisnim, ta ti duhet vish, tash po më prit, pse se shtyni pa koncertin kur tjetë sezonit pak të në korrik gusht, ta po shqirimi Prishtinës moj Albëri, tash koncerti madh, edhe tash do vije ona, se më ka marrë malli. Sonte ka artista shumë me emër shumë të madhe të respektueshëm, është privilegj me qenë skenë, edhe emocion i shumë fisht është sepse sonte e këndoj një ndër këngët e mia më të mira në historitë Shqipërisë, sepse kështu është thënë, mirësia dhe vërteta ka hyrë në historitë Shqipërisë si kënga më e mirë 100 vite, edhe unë do ta këndoj sonte, sepse ajo këngë personifikon Albërinë, personifikon
popullin e Kosovës. 98-a lufta në Kosovë, gjendje jashtëzakonshme 97-a në Shqipëri, pra për gjithë kombin. Si është për ty ndoshta me i këndu në këngë të juja një zëre, ndoshta cila kish me qenë ajo matësi suksesit për ju? Po kur kënga jeton gjatë, ajo është suksesi më i madh. Edhe unë këtë e kam pas fat. Dirigenti i orkestrës Libertas ishte Edon Ramadan.